Selamu alaikum. Më përpara, në tekstet shkollore, kemi pasur një poezi që tregonte për Bariun gënjeshtar, një djalë i cili ruante baktitë e tij në një lëndin dhe në kokë ju shkrep që të gënjente njerëzin. Dhe shkoi në fshat dhe i lajmëroi njerëzit që më ka ardhur ujku tek kopeja. Vrapuan njerëzit, por djali filloi të qeshë sepse i mashtroi. Përsëri edhe një herë të dytë po kështu, përsëri njerëzit shkuan për ta ndihmuar, por ai përsëri duke qeshur sepse po luante me ta, i mashtroi. Dhe kur herën e tretë me të vërtetë ujku ra në kope dhe ai shkoi në fshat për të kërkuar ndihmë, fshatarët thanë, ky është Bariu gënjeshtar që e ka bërë disa herë me ne këtë gjë. Kështu që nuk shkuan, pra besueshmëria kishte humbur. Në fakt besueshmëria që fjala jote të merret e mirëqen tek njerëzit është një e vërtetë e palëkundur në jetën njerëzore që të pranohesh me mendimet e tua, të pranohesh me ato çfarë njerëzve i paraqet. Këtë gjë në fakt e ka bërë dhe profeti alayhi salatu wassalam, ku një herë doli në kodër në Mekë dhe bërtiti më të madhe, ja sabaha, ndim. Dhe kur njerëzit e dëgjuan kush është ky që thret ndim dhe panë që ishte Muhamedi, paqja e Zotit qoftë mbi të, vrapuan të gjithë me vrap, sepse Muhamedi ishte besniku, ai nuk mund të thrasi kot ndim, ka diçka me të vërtetë, ai njihet si besueshmi tek ne. Dhe këtë pikërisht profeti alayhi salatu wasalam do ta përdor si një cilësi dhe karakteristikë të tij që t'i ftonte njerëzit tek e vërteta. Dhe i tha, o ju njerëz, o fis filan dhe fisi filan, po sikur t'ju themu që mas kësaj kodre po vjen një ushtri e madhe që do që të vi, t'ju luftoj, t'ju marri pronën, a do të besonit? Po si nuk të besojmë, sepse ti midis nesh njihesh si i besueshmi, ti midis nesh njihesh si më besniku. Atëherë profeti tha, po ju lajmëroj për një gjë më të madhe për ditën e Kiametit, prandaj duhet të besoni në Zot. Dhe në fakt nga këtu shumica edhe e besuan, shumica ndoshta tjetër edhe nuk e besuan sepse kishte të bënte me çështjen e besimit në Zot. Por ama tek çështja e vërtetësisë së tij, tek çështja e fjalëve të tij besnike, tek çështja e ruajtjes së amanetit, dije që ai ishte i besueshëm dhe njihej ndër njerëz me këtë emër, me këtë epitet. Dhe pikërisht ai këtë cilësi e përdori që besueshmëria, amaneti, karakteri që ai kishte, atëherë të më besoni që un jam i njëjti. Ashtu siç edhe më pas mbretërit do të pyesnin, ky që ju fton në profetësi, a ka gënjur ndonjëherë më përpara? Dhe të gjithë do të dëshmonin që jo, ai njihej ndër ne si i besueshëm. Pra nisur nga kjo që të ketë pesh fjala në shoqëri, të ketë besueshmëri, të ngjohet fjala jote, sidomos kur flitet në emër të fesë, duhet që të ruash këto parime madhore, që të kesh besnikërinë, të kesh amanetin e mirëmbajtjes, kurse si njerëzit mos t'i tradhtosh në gjërat e shenjta të tyre, dhe pa diskutim pastaj do të shkoj fjala. Në të kundërt, gjithsecili do të merrte epitetin e çobanit, gënjeshtar, që sado që nesër pas nesër ai të fliste të vërtetën, sado që të përpiqet të flasë diçka të vërtetë, sado që kushdo prej nesh të flasë në emër të fesë, edhe sikur të flasë të vërtetën, por nëse një herë, dy herë apo tre herë do të ketë bërë gabimet që e ka humbur besueshmërinë midis njerëzve, atëherë fjala e tij më nuk do të kishte vend, dhe kështu lutim Allahun xhaleshanuhu na përmirësoj të gjithëve.